Me Imam Ahmet Kalan është bërë komunikus perfekt. Çdo javë komunikon drejt për drejt, komunikon në rrjetet sociale. Imam, si u bëre kaq komunikativ si natyrë? Kam nisë shumë natyrshëm, po me kalimin e kohës duke u perfeksionuar dhe... O kam paca pyetje që ti bëjnë aty pupu, nuk janë haram ato? Apo s'ka pyetje haram? Nuk ka pyetje haram. Domethënë ti duhet ta trajtosh atë pyetësin si njeriu më të mirë që të ka zgjedhur ty për të zgjedhur. Po kam pa që ja kthen me batut nganjëherë. Po, janë ca gjëra që duhen goditur me batut. Argumenti nganjëherë i lodh njerëzit. A lejohet batuta në besimin fetar? Absolutisht që po, burr. Lejohet, a? Absolutisht që po. Po njerëzit si reagojnë kur ju përgjigjesh? Shumica e marrin mesazhin me njëherë, pra e kuptojnë se domethënë e marrin mesazhin e përgjigjes. Nëse një pjesë tjetër janë pak skeptik, po ç'a bërë, bursa e ke përgjigj me këto. Po ç'a ju thotë pastaj? Ha podcast tëndin. Se ka ndryshuar tani, deri tani keni pa Imam me Facebook, me YouTube, me Instagram, me TikTok, form komunikimi. Tani po ndiqni gazetarin më të mirë që ka Shqipëria.